Dosja e autoritetit rrugor shqiptar kalon zyrtarisht për gjykim. Gjyqtari Bim Dreca është caktuar nga shorti elektronik për të shqyrtuar çështjen penale që përfshin 22 të pandehur dhe 2 subjekte juridike të akuzuar nga prokuroria e posaçme për një sër veprash të rënda penale mes tyre korrupsion aktiv dhe pasiv, shkelje e pabarazisë në tendera, falsifikim dokumentash dhe pastrim parash. Në qendër të hetimeve është ish drejtori i ARSH-s dhe Agjencisë për Eficiencën e Energjisë, Evis Berberi. Ai akuzohet si organizatori një skeme të mirë strukturuar për favorizimin e kompanive të caktuara në tendera publik, ku përmes bashkëpunimit me zyrtar dhe biznese të afërta ka përfituar miliona lek në mënyrë të palishme. Sipas Pak Berberi rezulton pronar i fshehur i kompanisë DAAM SHPK, të cilën e ka përdorur për të përfituar në mënyrë të tërthort nga fondet publike. Për të fshehur gjurmët, ai kishte kaluar fiktivisht pronësinë e kësaj kompanie tek bashkëpunëtorët e tij Walter Begaj, Elvis Lami dhe Brunilda Buli. Për të mbuluar përfitimet korruptive, janë përdorur fatura fiktive dhe transaksione të rreme mes kompanisë DAAM dhe Net Group për të justifikuar vlerat monetare që sipas akuzës arrin deri në 77 milion lek. Gjithashtu, gjatë kontrolleve në banesën e Evis Berberit janë sekuestruar shuma të konsiderueshme parash, 15.675 euro, 3.035 pound dhe 1.436.000 lek.